Apo bëhet Fatmir Limaj kryeparlamentar? Çfarë po kërkon ai nga Albin Kurti? Këtë ditë, emri i kryetarit të nismës, Fatmir Limaj, ka qarkulluar gjerësisht në skenën politike, me zërave për një marrëveshje të mundshme me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti. Edhe pse partia e tij ka vetëm 3 deputet në Kuvendin e Kosovës, Limaj po shihet si një figurë kyçe në procesin e formimit të institucioneve të reja, në veçanti të qeverisë së re. 3 votat e nismës në këtë moment politik janë bërë të domosdoshme për formimin e shumicës parlamentare. Kjo ka bërë që Fatmir Limaj të jetë sërish në qendër të vëmendjes. Burime të ndryshme flasin për kërkesën e tij ndaj Kurtit që përveç përfshirjes së nismës në pozita të rëndësishme, përfshin edhe një ndryshim të rëndësishëm: uljen e pragut zgjedhor nga 5% në mënyrë që partia e tij të ketë më shumë gjasa për të hyrë në kuvend në zgjedhjet e ardhshme. Një tjetër zë që po qarkullon fuqishëm është ai që përmend mundësinë që Fatmir Limaj të emërohet kryetari i Kuvendit të Kosovës, një pozitë shumë e lartë dhe simbolikisht e rëndësishme në hierarkinë shtetërore. Gazetarët janë drejtuar Limajt me pyetje të drejtpërdrejta për këtë çështje. Mirpo, kreu i nismës ka zgjedhur të mos jap një përgjigje të qartë. Ai ka folur me gjuhë diplomatike, duke shmangur deklarata konkrete dhe duke i ikur ballafaqimit të drejtpërdrejtë me pyetjet për pazaret politike dhe rolin e tij të mundshëm në qeverinë e re. Ndërkohë, duhet theksuar se 2 seancat konstituive të Kuvendit të Kosovës kanë dështuar. Mungesa e një marrëveshjeje mes partive ka bërë që institucionet të mbesin të paralizuara, ndërsa qytetarët presin formimin e një qeverie funksionale. Në këtë atmosferë paqartësie, roli i Limajt mbetet thelbësor. A do të përfitojë ai nga kjo situatë dhe të bëhet kryetari i Kuvendit, apo thjesht po e shfrytëzon momentin për të fuqizuar pozitën e partisë së tij në skenën politike? Përgjigjet mbeten të paqarta. Por një gjë është thuajse e sigurt: Fatmir Limaj është rikthyer si një faktor vendimtar në politikën kosovare.